quhem Isuf Kaziu, ekspert pranë qendrës Aba për temët frutore dhe vreshtat. Qendra Aba është një portal digital që i vjen në ndihmë fermerit me informacion për teknologjitë bashkëkohore të kultivimit, si për vreshtat, për ullirin, për agrumet, për perimet e fushës, për perimet e serës, letarin dhe letori. Pra, themi që është mirë çdo fermer ta shfletojë dhe ta hapi të portal sepse do të gjejë informacion bashkëkohor në ndihmë të kulturës që ato kultivojnë. Atëherë sot jemi për demonstrimin e radhës për krahasitjen prodhuese tek ardhia. Si të gjithë shërbimet e tjera, pra keni parasysh që ardhisi kryet një sër shërbimesh duke filluar nga kerimi, punimi i tokës, spërkatje, por një ndër proceset kryesore është edhe krahasitja. Dhe është procesi më i vështirë dhe që kërkon një uri tepër të saktë. Ardhia në vetvete rritet e harlisur, po ta lejmë të lirë, mund të kushtojë sipërfaqe të tëra. Atëherë, puna ka ardhur që ne e disiplinojmë sot, e mbështesim dhe njëkohësisht pa për krahasitjen e duhur, këto sisteme nuk mbahen dot. Atëherë pra puna e parë që themi, krahasitja ka qëllimin që të rregullojë faktorët e ardhitjes që të gjithë ardhis, pra të rregullojë raportet mas vegetative dhe mas prodhuese, të jap të marrim sa më shumë prodhim të jetë e mundur, por që ka rëndësi edhe sa më shumë cilësi. Krahasitja ka edhe një favor tjetër sepse duke bërë krahasitje, ne jemi në gjendje që edhe proceset e tjera pra bëhen më lehtë, sidomos kur bëjmë punime mekanike dhe kur bëjmë spërkatje. Se po të jetë ajo që thamë ne ardhisur, asnjë nuk depërton as preparati kimik që bëjmë spërkatje ne nuk depërton ashtu siç duhet. Pra, si thash, po qëllimi kryesor është që ne i zgjasim jetën sa më shumë, marrim prodhim sa më shumë dhe të marrim prodhim sa më cilësor. Kush janë sistemet e krahasitjes tek ardhia? Tek ardhia kemi sistemin e shkurtër, ose ajo që e quajmë me cep, sistemin e gjatë dhe sistemin e përsërirë. Sot jemi për të shpjeguar sistemin e gjatë të krahasitjes. I shkurtër është thjesht lehet cepi dhe quhet cepa prodhimi, dhe cepi me 2 deri në 3 syll, dhe këtë do të shërbejë edhe si element prodhimi, por edhe si element zëvendësues për vitin e ardhur. Kurse te krahasitja e gjatë quhet e gjatë sepse lehet një sharment prodhimi, mbi 6, 8 po edhe 14. Prandaj quhet e gjatë. Ku përdoret? Zakonisht përdoret në ato varietete që diferencojnë sytet prodhues, pra sytet prodhues i diferencojnë jo në sytet e bazës, por në sytet e 4, 5, e 6 dhe më sipër. Dhe zakonisht janë varietetet tavolinës. Shpesh ankohen fermer që thotë nuk ka lidhje si vjet rrushi, nuk ka bërë si vjet rrushi. Sidomos ato që i kanë këto varietetet e tavolinës. Pse? Se defekti kryesor është që të gjithë sa e gjejnë metodën më të lehtë, punojnë me cep zëvendësimi ose krahasitje të shkurtër. Pra, ka kultivar që domosdoshmërisht duhet punuar me krahasitje të gjatë, me qëllim që ne pra t'i lejmë ato sytha ku bëhet diferencimi i meshurit për vitin e ardhshëm. Pra, qëllimi është që të marrim prodhim. Ka anë të veta të mira, ka anë të veta të dobta, s'diskutohet. Një ndër vështirësitë kryesore është që specialistët jo shumë të trajnuar janë për të bërë krahasitje. Megjithatë, ashtu siç bëhet me cepin, edhe këtu do ta mësojmë që bëhet shumë lehtë dhe kërkon sistem mbështetje të veçantë. Në rast se ajo me cep ne krijojmë trungun në lartësinë 70-80 cm, kjo krijohet në lartësinë 1 metër deri 1 metër e 30 dhe mund të hapet në 2 krah ose në 1 krah. Mund t'i lehet një sharmens prodhuese, por mund t'i lehet edhe 10, 12 e tjera, sipas fuqisë dhe zhvillimit të ardhurës. Pra thash kërkon sistem mbështetje të veçantë sepse lastari i gjatë, sharmenda e gjatë do ta bëjmë konkretisht përkulet dhe lidhet në telin e poshtë. Pra një tel poshtë në sistemin e mbështetjes është thjesht për të ulur kokën e sharmendës dhe për ta lidhur poshtë. Kjo lloj krahasitje kërkon një agrofond tepër të lartë, pra kërkon shërbime intensive tepër të larta. Kërkon sasi plerash, kërkon ujitje dhe shërbime shumë më intensive se sa një me cep zëvendësues. Pra, një ardhie dobët, pra në fjalë shumë të popullt që ta kuptojnë fermerët, një ardhie dobët nuk mund t'i bëjmë krahasitje të gjatë, se nuk ka fuqi takat ta mbajë. Pra, ardhia detyrimisht do të jetë e fuqishme dhe do të jetë me shërbime intensive. Si veprohet? Tash pra,
gjithmonë kur fillim krahasitjen tek ardhia, edhe një tjetër ku do të krahasisë. Edhe kohën, po përmendim edhe kohën e krahasitjes. Zakonisht krahasitja fillon me rrjedhjetit deri me fillimin e fryrjes së shyllave. Ama periudha më e mirë është janari, shkurti për zonën tonë. Periudha më e mirë. Pse? Klima është qetësi relative komplet. Gjithsesi elementë ushqyese që ka pas të gjethe e ka depozituar në trump dhe nuk kemi humbje të ushqimit. Prandaj kjo është periudha më e mirë. Po ama për efekt, kur ka plantacione të mëdha, për efekt punëtori mund të fillosh edhe më herë. Edhe mund ta zgjash të çik edhe më vonë. Po periudha më ideale kjo është pra. Deri në momentin që fillon qarja, si e keni parasysh. Deri në momentin që fillon qarja. Atëherë pra po veprojmë konkretisht. Tam quhet krahasitje e gjatë sepse i lëm ardhjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deri në 12 sy. Dhe gjithmonë do të kem bazës. Gjithmonë do të kem bazës. Si, nuk do të rrinë do brend sy, me sy e shohim gjatësinë, e kupton? Edhe për tjetrën, të shtu ta shtrim atë, si të shtrinë e dërket teli. Ta e lejmë për ta shtri, pra, ja. Që ta plëcëm, kisha me provus. Sa mund të kem? Mund të kem një tash, deri në 10-12 si pas fuqisë të takatit të pimës. Atere, gjithë sharmenda që preva, i përpulim në telin e poshtën, dhe i lidhim me kokë poshtë. Po mund të përdorim edhe metodën tjetër, mund t'i lejmë edhe çtrira në pozicion jo horizontal, po t'i lejmë edhe çtrira të të lidhen pranë temave. Pra po zakonisht kjo quhet edhe kjo quhet forma silvon. Nuk funksionon këtë. Jo, nuk e gjej. Vjen bile që përpulje kështu, këtë bazës zakonisht nuk shpërthej, nuk çelin, edhe është pjesa e mesit, por kemi edhe shytët prodhues pra. Kjo na intereson edhe. Edhe ulet, në mënyrë të tillë e lidhet kështu. Pak aplikohet, unë them që tek varietetet që janë problematik, jo të gjithë pra prodhojnë të thamë kësyllet e bazës, jo të gjithë pra, atëherë është e domosdoshme. Plus që nuk le edhe pa prodhim, se ke gjithë ato syllet. Në rast se për shembull këtu janë të beçuar, rradh, e kupton? E ke të beçuar 2 syllet ose 3 syllet, këtu ke një seri syllet që është e pamundur që mos kemi prodhim. Mund të jetë edhe varietetet për duhet të njohur. Do të thonë, seleksioneri që ka prodhuar hibridin ose kultivarin, edhe të rekomandoj. Këta duhet ta heqim një çik më shumë. E ke vështirë me këtë histori? Ose komentet. Bravo. Kaspra, të përkutin që gjithë dhe lidhen këtu. Për shembull, që të davush ti kështu. Po, është për pudën, po? Se kena bërë një herë në Po, jo, nuk e keni bërë vetë. Ta qelja të shti. Shko vetë la? Je vetë. Po, vetë la. Tjetër. Po. Për shembull, që s'ka çep për vitin tjetër se na Ke shumë Ovaki të bravo. Ka qenë të sipër. Është e pyetje shumë. Një anë negative e kësaj lloji krahasitje është polariteti ose zhveshja e ardhit. Se shkoj gjithmonë lart, se për mot do ta presim këtu ne. Tjetër për mot do ta shkoj shumë lart. Laget mos i farkohen e detyroni që do të ne tjetër që ta heqin komplet. Është shumë e drejtë. Pra kjo është një dëranë negative të kësaj. Kjo lloj krahasitje, ky fenomen ta. Po ne do të kemi kujdes që mos katim 5 vjetësh, po ta krijohet mundësia sa më afër bazës, prap ta ulit sa më poshtë. Miko çfarë ndodh? Tash krijohet atë plagë më. Krijohet atë plagë më që dytërisht do ta dezinfektojmë. Këta janë të negative.